24 janar 2026, komandanti i CENTCOM-it amerikan bëri në Izrael për një takim me shefin e shtabit të përgjithshëm dhe komandantin e forcave ajrore izraelite. 56 orë më vonë, 16 aeroplan misterioz mallrash zbarkuan në Iran. Besohej se kishin armë të përparuara për t'u kundërvënë çdo sulmi amerikano-izraelit. Vendi që i dërgoi ato kishte një shqetësim legjitim. Ata e dinin që nëse Irani do të futej në telashe, edhe ata do të fillonin të vdisnin ngadalë. Me popullsinë e dytë më të madhe në botë dhe një model ekonomik të drejtuar nga industria, Kina thjesht djeg më shumë energji se çdo vend tjetër në tokë. Por ndryshe nga prodhuesit kryesor të gjirit, siç është Arabia Saudite, Kina nuk ka një rezervë të madhe nafte dhe lehtësisht të arritshme. Kjo është arsyeja pse në vitin 2024, Kina konsumoi mbi 16.3 milion fuqi naftë në ditë. Kjo e bën atë konsumatorin e dytë më të madh të naftës në botë. Edhe pse prodhon naftë brenda vendit, kjo mbulon vetëm një pjesë të asaj që i nevojitet ekonomisë së saj në të vërtetë. Pra, për të mbajtur ekonominë e saj në funksionim, Kina duhet të mbështetet shumë në naftën e importuar bruto. Kjo dobësi ndryshoi të gjithë ekuacionin gjeopolitik të botës. Kina importon gati 74% të konsumit të saj të naftës. Sipas të dhënave tregtare, Kina sillte rreth 1 milion fuqi në ditë dhe afërsisht 2/3 e këtyre importeve vinin nga vetëm 5 vende: Rusia, Arabia Saudite, Malajzia, Iraku dhe Omani. Mungon një vend këtu, apo jo? Ku është Irani në këtë listë, do të pyesnit? Pasi të gjithë keni dëgjuar se Irani është një nga furnizuesit më të mëdhenj të naftës në Kinë. Irani mungon, sepse zyrtarisht Kina duket sikur nuk ble naftë nga Irani. Sipas gjurmimit të cisternave dhe të dhënave të industrisë, Venezuela dhe Irani janë dy prodhues të sanksionuar rënd, por së bashku ata përfaqësojnë rreth 17% të blerjeve të përgjithshme të naftës së Kinës. Në fakt, kjo pjesë është rritur kryesisht vitet e fundit, por tronditëse është që të dhënat e shumicës së naftës iraniane dhe venezueliane nuk gjenden qartë në të dhënat publike doganore të Kinës. Në letër, këto fuqi nuk ekzistojnë. Në realitet, ka një boshllëk në lojë. Kjo lojë filloi të thellonte rënjët e saj pas sanksioneve të naftës. Por këto nuk janë sanksionet ndaj Rusisë. Përpara se Rusia të sanksionohej për shkak të luftës në Ukrainë, Irani dhe Venezuela ishin nën sanksione të rënda nga Shtetet e Bashkuara më përpara në kohë. Gjatë mandatit të parë të Donald Trump, Washingtoni shtrëngoi presionin mbi Teheranin dhe Caracassin. Venezuela kërkoi lehtësim të kufizuar të përkohshëm në pika të ndryshme, por Irani mbeti nën sanksione të rrepta. Nga viti 2018 e tutje, të dy vendet u shkputën kryesisht nga tregjet kryesore globale të naftës. Pra, Irani dhe Venezuela po shisnin naftë me ulje të mëdha çmimi. Por edhe përpara sanksioneve, nafta e tyre nuk ishte një përparësi për shumicën e blerësve. Arsyeja ishte cilësia e naftës. Nafta bruto iraniane dhe venezueliane është përgjithsisht më e rëndë dhe më e thartë, më e vështirë dhe më e shtrenjtë për t'u rafinuar. Blerësit kryesor si Kina dhe India ishin të kujdesshëm dhe po blinin vëllime të kufizuara, kryesisht për qëllime përzierjeje. Në fakt, cilësia e naftës vendos fatin e një kombi të pasur me naftë. Cilësia e naftës varej nga 3 faktorë: graviteti, përmbajtja e sqyfurit dhe kompleksiteti i rafinimit. Dhe këto ndryshime përcaktonin koston, vështirësinë e rafinimit dhe produktet përfundimtare që mund të prodhonin. Për shembull, eksporti kryesor i Rusisë, përzierja e Urol, mikson naftë bruto më të rëndë, me naftë të lehtë siberiane perëndimore. Kjo përzierje e bën atë të shkëlqyer për prodhimin e naftës dhe benzinës. Nga ana tjetër, pjesa më e madhe e naftës iraniane është e rëndë dhe me përmbajtje të lartë sqyfuri. Kjo e bën më të vështirë rafinimin e saj, dhe vetëm rafineritë e përparuara mund ta përpunojnë atë në mënyrë efektive. Por opsioni më i mirë ishte Arabia Saudite. Rreth 70% e rezervave të naftës saudite janë naftë lehtë bruto, më e lehtë për të rafinuar dhe perfekte për prodhimin e benzinës dhe karburantit për avion. Ato prodhojnë klasa të mesme dhe të rënda, kështu që blerësit kanë fleksibilitet. Shtojini kësaj kostot e ulta të prodhimit, gjeologjinë e favorshme, prodhimin e madh dhe e kuptoni pse nafta saudite u bë një nga opsionet më të besueshme dhe të preferuara në tregun global. Në fakt, Arabia Saudite ishte furnizuesi kryesor i Kinës deri në vitin 2022. Vetëm atë vit, ajo shiti 87 milion ton naftë bruto në Kinë. Por i gjithë ekuacioni ndryshoi pas vitit 2022. Atë vit, lufta Rusi-Ukrainë tronditi të gjithë botën. Rusia u godit nga sanksionet të gjera perëndimore dhe tregje globale të naftës kaluan në kaos. Prandaj,
çmimet e naftës bruto në lindjen e mesme u rritën. Ato u rritën për një kohë të shkurtër mbi $120 për fuqi, duke përkeqësuar inflacionin global. Por për Rusinë, Iranin dhe Venezuelën, kjo krizë u bë një mundësi e çuditshme. Ndërsa çmimet u rritën, edhe nafta e sanksionuar dukej atraktive. Uljet e çmimit ishin aq të mëdha sa edhe nafta bruto me cilësi më të ulët kishte kuptim, por logjistika jo. Anijet e sanksionuara nuk mund të kalonin lehtësisht sistemet financiare dhe të sigurimeve ndërkombëtare. Pagesat u kufizuan. Anijet cisterna u futën në listën e zezë. Kështu që Kina vendosi të luante lojën e pistë dhe të zgjuar. Një sistem tregtie në hije u zhvillua, duke përfshirë transferime nga anija në anije, mekanizma alternativ pagese, ndërmjetës të errët dhe ngarkesa të rimarkuara. Kjo ashtu quajtura lidhje e tregut të zi ekzistonte edhe para vitit 2022, por ishte relativisht e vogël. Përdorej kryesisht për përzierjen e naftës bruto iraniane ose venezueliane me zbritje. Rusia, Irani dhe Venezuela ishin të gjitha të gatshme t'i ofronin Kinës zbritje të mëdha. Deri në vitin 2024, nafta bruto që i nënshtroi sanksioneve të SBA-ve dhe perëndimit me shumë gjasa përbënte më shumë se 1/5 e importeve totale të naftës së Kinës, 1.4 deri 4 milion fuqi në ditë Kina merrte nga Irani dhe rreth 268.000 fuqi nga Venezuela. Por kush po blinte pjesën më të madhe të saj? Rafineritë e pavarura të Kinës, të ashtu quajtura çajnik, të përqendruara në Shandong, ishin blerësit kryesor. Këto rafineri vepronin jashtë ombrellës së drejtpërdrejtë të gjigantëve shtetëror si Cempek ose PetroChina. Në letër, ato janë entitete private të drejtuara nga biznesi, dhe kjo i jep Pekinit mundësinë të mohojë çdo transaksion. Zyrtarisht, qeveria kineze mund të distancohet nga blerjet direkte të naftës së sanksionuar. Por në praktik, këto rafineri përbëjnë afërsisht 1/4 e kapacitetit të rafinimit të Kinës dhe janë importuese të mëdha të naftës bruto me zbritje. Këto rafineri çajnik e mbajtën gjallë ekonominë e Iranit. Për shkak të këtyre rafinerive, Kina u bë blerësi më i madh në botë i naftës iraniane në vitin 2024. Në fakt, Kina ble më shumë se 80% e eksporteve të naftës bruto bregdetare të Iranit, duke e bërë atë destinacionin dominues për shitjet e naftës në Teheran. Sipas të dhënave të gjurmuara, nafta iraniane përbënte rreth 13.4% të importeve totale të naftës bruto detare të Kinës në vitin 2025, dhe afërsisht 1/3 e naftës bruto të Kinës që hyn nga deti, kalon në përngushticën e Hormuzit. Megjithatë, zyrtarisht, të dhënat doganore të Kinës nuk regjistrojnë asnjë dërgesë iraniane. Sekreti qëndron në Malajzi. Importet e Kinës nga Malajzia u rritën nga vetëm 5.400 fuqi në ditë në vitin 2015, në 1.4 milion fuqi në ditë në vitin 2024. Por Malajzia prodhon vetëm rreth 565.000 në ditë. Dallimi na bind se bëhen transferime nga anije në anije në ujërat malajziane, ku nafta bruto iraniane dhe venezueliane ritiketohet para se të shkojë në portet kineze, duke anashkaluar në mënyrë efektive sanksionet. Ndërkohë, flukset e naftës ruse u rritën gjithashtu. Eksportet nga Rusia në Kinë u rritën nga 1.6 milion fuqi në ditë në vitin 2021, në 2.2 milion në vitin 2024, duke i dhënë Moskës gati 20% të tregut të importit të naftës bruto të Kinës. Kjo është pjesa më e lartë në historinë e saj. Ndërsa nafta bruto ruse me zbritje dhe ajo e sanksionuar hynte në Kinë, Arabia Saudite pa pjesën e saj të binte, me dërgesa që ranë me rreth 10% midis viteve 2021 dhe 2024. Kina riorganizoi hartën e saj të energjisë, duke i dhënë përparësi fuqive më të lira dhe politikisht të komplikuara mbi furnizuesit tradicional të qëndrueshëm. Shumica e njerëzve mendojnë se Kina pagoi një çmim të lartë për të luajtur këtë lojë të pistë, por ata tronditen kur zbulojnë sensorë miliarda dollar duke e përdorur atë naftë. Nafta bruto e sanksionuar përfaqëson pothuajse 1/5 e kapacitetit global të cisternave. Kjo tregon qartë madhësinë e tregut të zi të naftës. Flotat në hije lejuan kundërshtarët, kryesisht Rusinë dhe Iranin, të mbështeteshin pavarësisht presionit nga Washingtoni tek Kina. Këto rrjete flotash kryqëzoheshin gjithashtu me financa të paligjshme dhe aktivitet kriminal. Venezuela u bë një qendër logjistike dhe financiare, duke lidhur tregtinë e naftës së sanksionuar me rrjete më të gjera gri. Rusia, Irani, madje edhe Venezuela i mbjetuan izolimit financiar, por fituesja më e madhe ishte Kina. E gjitha fal boshllokut më të madh ligjor. Pasi nafta bruto hyn në Kinë dhe rafinohet nga rafineri private ose të pavarura, ajo nuk duket më si naftë iraniane, venezueliane apo ruse. Ajo thjesht bëhet benzinë, naftë, karburant për avion ose naftë.
produkte që mund të konsumohen brenda Kinës, që mund të ruhen në rezerva ose të eksportohen në tregun global. Dhe këtu hyn në lojë strategjia. Pas rafinimit, një pjesë e asaj nafte bruto ruhet në rezerva strategjike ose komerciale. Një pjesë e saj përdoret brenda vendit dhe një pjesë e konsiderueshme përzihet me naftë bruto ruse dhe të lindjes së mesme. Pasi përzihet dhe përpunohet, burimi origjinal bëhet pothuajse i pamundur për t'u gjurmuar. Pastaj këto produkte të rafinuara rishiten ndërkombëtarisht me një çmim më të lartë. Kjo shpjegon pse në vitin 2025, nafta e rafinuar u bë një nga kategoritë kryesore të eksportit të Kinës. Ajo vlen rreth 39.4 miliard dollar, duke u renditur ndër produktet e saj më të eksportuara. Destinacionet kryesore përfshin Hong Kongun, Singaporin, Liberinë, Filipinet dhe Australinë. Në të njëjtën kohë, eksportet në Belgjik, Japoni dhe Vietnam treguan disa nga rritjet më të shpejta. Pra, Kina nuk po importon vetëm naftë bruto me çmime të zbritura. Ajo po i shton vlerë, po e rafinon, po e përzien dhe më pas po e rieksporton. Për shembull, Kina eksporton të asfalt dhe bitum që fillimisht vinin nga burime të rënda bruto si Irani. Këto produkte përdoren kryesisht në industrinë e ndërtimit, dhe ka më shumë mundësi që, në vend që ta konsumonin të gjithën brenda vendit, kompanitë kineze e rishisnin atë në tregun global. Pse? Sepse vetëm në vitin 2025, Kina eksportoi bitum dhe asfalt me vlerë të madhe. Destinacionet kryesore të eksporteve të bitumit dhe asfaltit të Kinës në vitin 2025 ishin Iraku, Rusia, Kanadaja dhe vendet afrikane si Republika e Kongos. Vetë strategjia nuk është e paligjshme. Shumë vende rafinojnë naftë bruto të importuar dhe eksportojnë produkte të gatshme të naftës për të rritur vlerën e eksportit dhe suficitin tregtar. Por në rastin e Kinës, faktori kyç është kostoja. Eksportet petrokimike dhe të rafinerive të Kinës kanë qenë shumë të varura nga nafta e lirë bruto nga Irani, Venezuela dhe Rusia. Nëse kompanitë kineze të rafinerive do të detyroheshin të blinin naftë të papërpunuar vetëm nga furnizuesit e rregullt të tregut si Arabia Saudite ose Emiratet e Bashkuara Arabe, marzhet e fitimit të tyre do të zvogëloheshin ndjeshëm. Kjo gjithashtu do të ekspozonte modelin e biznesit të shumë rafinerëve të pavarur ose të përfaqësuar, që mbështeten në naftë të papërpunuar të sanksionuar me zbritje. Pastaj erdhi një ndryshim i madh politik në dhjetor të vitit 2024. Ministria e Tregtisë e Kinës uli zbritjen e taksës së eksportit për produktet e rafinuara të naftës nga 13% në 9% në tregtinë e përgjithshme. Ky veprim në mënyrë efektive rriti kostot e eksportit për benzinë, naftë dhe karburant avionësh me afërsisht 3 deri në 3.3 për fuqi. Benzina u godit më rënd, sepse marzhet e saj të fitimit nga eksporti janë më të pakta. Kina nuk po reagonte vetëm ndaj çmimeve globale të produkteve të rafinerisë, ajo po indikonte ato. Duke rregulluar zbritjet e taksave dhe duke kaluar në mekanizmat e tregtisë së përpunimit, Kina i mbajti rafineritë e saj konkurruese edhe pse marzhet u ngushtuan. Sistemi më fleksibël ndihmoi në mbrojtjen e vëllimeve të eksportit duke menaxhuar kostot në rritje. Për Washingtonin, ky u bë një problem strategjik. Shtetet e Bashkuara mund të ushtronin presion mbi ekonomitë më të vogla përmes tarifave dhe sanksioneve dytësore. Por Kina ishte ndryshe. Së pari, Kina e pozicionoi hapur veten si një alternativë ndaj sistemit ekonomik perëndimor. Së dyti, ajo kontrollon zinxhirët kritik të rafinimit të mineraleve dhe metaleve që janë thelbësor për industritë amerikane të teknologjisë, mbrojtjes dhe automjeteve elektrike. Kjo i dha Pekinit një avantazh. Kështu që në vend të konfrontimit të drejtpërdrejtë, filluan të shfaqeshin pika presioni rreth sistemit që mbështesnin këtë lidhje nafte. Në vitin 2025, një frazë vazhdonte të shfaqej në fjalimet politike amerikane, Kanali i Panamas. Kanali i Panamas është një pikë kritike bllokimi për transportin global dhe cisternat e naftës në hije. Shpesh kalojnë nëpër rrugët kryesore detare të lidhura me të. Tensionet u rritën për shkak të ndikimit kinez në operacionet portuale pranë kanalit, veçanërisht duke përfshirë si Kei Hutcherson Holdings me seli në Hong Kong, e cila operonte terminale portuale në të dy hyrje. Në fillim të vitit 2026, autoritetet e Panamas lëvizën për të ndërprerë këto të drejta operimi, duke përmendur baza ligjore. Zyrtarisht ishte një vendim ligjor vendas, por gjeopolitikisht sinjalizoi diçka më të madhe, një mjedis shtrëngues për shtrirjen logjistike kineze. Në të njëjtën kohë, zbatimi i ligjit nga Shtetet e Bashkuara kundër naftës venezueliane u intensifikua. Autoritetet amerikane rritën monitorimin detar në Karaibe, duke synuar cisternat e dyshuara për shmangje të sanksioneve. Sekuestrimi ligjor i anijeve dhe ngarkesave u bë më agresiv. Në dhjetor të vitit 2025, vetëm një muaj para arrestimit të Nicolas Maduro,
Cisterna me flamur të Panamas sekondaries u sekuestrua, teksa mbante naftë venezueliane të sankcionuar. Kina e kritikoi këtë veprim, por Shtëpia e Bardhë e bëri të qartë qëndrimin e saj. Pa miratimin e Shteteve të Bashkuara, nafta venezueliane nuk do të kalonte lirshëm në rrugët kryesore detare. Pas ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara në Venezuelë, ajo ishte tashmë jashtë listës së furnizimit të rafinerive të Kinës. Sipas raporteve, dërgesat nga Venezuela ishin mesatarisht 394.000 fuqi në ditë në vitin 2025. Kjo është rreth 4% e importeve totale të naftës bruto nga deti për Kinën. Por pasi Shtetet e Bashkuara lëvizën për të kontrolluar shitjet e naftës së Venezuelës në janar, dërgesat randjeshëm për Kinën. Kina e kishte ndjerë tashmë tronditjen e humbjes së naftës venezueliane. Një përshtatje e dhimbshme, por e menaxhueshme. Por ajo që e tronditi Pekinin ishte një sulm i drejtpërdrejt ushtarak ndaj udhëheqjes së Iranit nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Në një përshkallëzim dramatik në fund të shkurtit të vitit 2026, udhëheqësi suprem i Iranit, Khamenei, u vra në një sulm të madh ajror të përbashkët amerikano-izraelit në Teheran. Ky konflikt mund të krijojë një ndryshim të madh politik brenda Iranit. Kina nuk ka zgjidhje tjetër veç se të shpëtojë regjimin aktual të Iranit. Mund të mos hyjë drejtpërdrejt në konflikt, por do të vazhdojë të mbështesë indirekt iranianët. Inteligjenca izraelite tregoi se Kina i dërgoi Iranit që në janar ngarkesa me sisteme të përparuara armësh. Besohet se ka sisteme të përparuara të mbrojtjes ajrore, pajisje lufte elektronike dhe ndoshta raketa antianije. Qëllimi ishte të forconte aftësitë mbrojtëse të Iranit kundër çdo sulmi amerikano-izraelit. Vlerësohet se këto fluturime ushtarake kineze kanë transportuar sisteme të avancuara të mbrojtjes ajrore me rreze të gjatë veprimit në Iran, siç është sistemi HQ-9B, për të rritur mbrojtjen e instalimeve të ndjeshme. Përveç pajisjeve të specializuara të luftës elektronike për bllokimin e radarëve, raketave balistike dhe dronëve modern kinez vetvrasës, Irani ka njoftuar gjithashtu kalimin e tij të plot në sistemin kinez të navigimit satelitor Bow, si një alternativë ndaj sistemit GPS. Kjo rrit saktësinë e udhëzimit të armëve të Iranit, duke zhvendosur atë përtej kontrollit amerikan dhe perëndimor. Kina thuhet se ka furnizuar komponent kryesor duke përfshirë materiale industriale dhe përbërës të karburantit të ngurtë, si perklorati i natriumit. Kjo do ta ndihmonte Teheranin të ndërtonte raketat e veta balistike, duke shmangur kufizimet e drejtpërdrejta të transferimit. Ka gjithashtu raportime se Irani ka eksploruar blerjen e avionëve luftarak të përparuar kinez për të forcuar forcën e tij ajrore. E gjithë kjo përshtatet brenda marrëveshjes 25 vjeçare të bashkëpunimit strategjik midis Kinës dhe Iranit. Dhe me Rusinë e zënë duke luftuar luftrat e veta dhe duke dërguar më pak armë, Kina shihet gjithnjë më shumë si partneri më i rëndësishëm ushtarak i Iranit tani. Një regjim pro-perëndimor gjithashtu mund të vërë në rrezik investimet aktuale të Kinës në Iran. Ashtu si në vitin 2021, Kina nënshkroi një pakt bashkëpunimi 25 vjeçar me Iranin. Ai parashikonte deri në $400 miliardë investime në gaz, naftë, petrokimikate dhe infrastrukturë. Objektivi i Pekinit ishte më i madh se sa thjesht blerja e naftës së papërpunuar. Kina donte të ndërtonte një korridor alternativ ekonomik për sektorin e saj të energjisë dhe të ringjallte iniciativën Një Brez, një rrugë e cila ishte ngadalësuar për shkak të paqëndrueshmërisë në Afganistan dhe kryenggritjes së vazhdueshme në rajonin Balojastan të Pakistanit. Qëllimi ishte i thjeshtë, të zvogëlojë varësia nga rrugët detare, si rrugët e ngushticës së Hormuzit që mund të monitorohen, sanksionohen ose ndërpriten nga Shtetet e Bashkuara. Si pjesë e strategjisë, Kina mbështeti një lidhje të re mallrash funksionale që lidhte portin e thatë Apin të Iranit me Shian. Ky korridor toksor u projektua për të krijuar një rrugë të sigurt dhe më të kontrolluar për transportimin e naftës dhe lëndëve të para iraniane direkt në Kinë, një anashkalim të rrugëve detare të cënueshme. Ishte një zgjidhje strategjike që buronte nga presioni i sanksioneve. Në të njëjtën kohë, ky partneritet i dha Teheranit një litar shpëtimi financiar kritik nën sanksionet perëndimore. Por nëse ndodhin ndryshime të përhershme politike në Iran, Kina mund të humbasë një furnizues tjetër të qëndrueshëm dhe të lirë të naftës për një kohë të gjatë. Dhe kjo llogaritje e gabuar tani mund të bëhet një nga rreziqet më të mëdha energjetike, me të cilat është përballur Pekini ndër vite. Pasi, vetëm në vitin 2025, Irani eksportoi 520 milion fuqi naftë të papërpunuar në Kinë, më shumë se 3 fishi i vëllimit që Kina mori nga Venezuela. Problemi nuk mbaron këtu. Një 4 miliard fuqi të tjera erdhën gjithashtu nga 5 vende të tjera të lindjes së mesme që mbështeten në ngushticën e Hormuzit. Në total,
Më shumë se gjysma e importeve të naftës së papërpunuar të Kinës vijnë nga vende që tani përballen me ndërprerje tregtare. Garda revolucionare e Iranit paralajmëroi anijet të mos kalonin nëpër ngushticën e Hormuzit. Pati sulme ndaj cisternave të naftës. Anijet filluan të ridrejtoheshin larg kanalit të Suezit dhe rrugës Bob el Andab. Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë rrugë alternative transporti, duke përfshirë tubacione toksore, por ato mund të menaxhojnë vetëm një pjesë të vëllimeve normale. Eksportet e Katarit varen gjithashtu shumë nga Hormuzi, dhe prodhimi i tij i gazit natyror mbështetet në një fushë në det të hapur të përbashkët me Iranin. Nëse Hormuzi ndërpritet për një periudhë të zgjatur, rafineritë kineze do të detyrohen të kërkojnë për furnizime alternative. Kjo do të thotë çmime më të larta dhe tregu tashmë ka reaguar. Megjithatë, në letër, Kina duket ende e përgatitur. Analistët vlerësojnë se rezerva totale strategjike dhe komerciale të naftës së papërpunuar të Kinës janë rreth 1.3 miliard fuqi naftë të papërpunuar, të mjaftueshme për të mbuluar afërsisht 200 ditë dhe më shumë. Kjo është më e lartë se shumë vende të tjerë. Në fakt, mbulimi i rezervave të naftës së papërpunuar të Kinës është më i fortë se shumica e vendeve të varura nga importi. Kjo i jep Pekinit një mbrojtje afatshkurtër në rast të goditjeve të papritura të furnizimit, por dobësia e vërtet qëndron diku tjetër. Sektori i prodhimit dhe ai petrokimik i Kinës janë vendi ku do të ndihen ndikimet e vërteta. Për vite me radhë, nafta e papërpunuar iraniane dhe venezueliane me zbritje u lejon rafinerive kineze të bëjnë marzhe fitimi masive. Nëse konflikti Iran-Izrael zgjatet, këto marzhe të kuren shpejt, sepse zëvendësimi i fuqive të lira do të shtrydh fitimet e rafinimit. Clayton Sigull vlerësoi se çmimet e naftës së papërpunuar mund të rriten me të paktën 10 deri në $12 për fuqi, nëse furnizimi iranian ndërpritet. Pra, kostot më të larta të importit nënkuptojnë marzhe më të ngushta për rafineritë dhe, më e rëndësishmja, kosto më të larta prodhimi në të gjithë Kinën. Avantazhi konkurrues global i Kinës varet nga një gjë: prodhimi më i lirë. Shumica e analistëve besojnë se Kina tani do të kthehet tek Rusia dhe do të rrisë importet e naftës prej andej. Dhe në dukje kjo ka kuptim, por këtë herë situata është ndryshme, sepse Rusia e di që Kina ka më pak mundësi me konfliktin në lindjen e mesme dhe pasigurinë në ngushticën e Hormuzit. Blerësit global po bëhen nervoz. Vende si India, së bashku me disa ekonomi afrikane, të Azisë Jugore dhe të Azisë Juglindore, po rrisin gjithashtu blerjet e tyre të naftës bruto ruse, veçanërisht përmes rrugëve lindore të eksportit, gjë që ndryshon ekuilibrin. Më parë, Kina kishte përdorur leva, sepse ishte një nga blerësit më të mëdhenj dhe më të qëndrueshëm të naftës ruse me zbritje, pas luftës në Ukrainë. Moska kishte nevojë për Pekinin. Tani kërkesa po rritet nga rajone të shumta, që do të thotë se Rusia mund të zvogëlojë zbritjet. Dhe nëse Kina humbet atë avantazh zbritjeje, marzhet e saj të rafinimit të kuren edhe më tej. Pra, në vend që të shpëtojë nga kriza, Pekini mund ta gjejë veten duke paguar më shumë për të njëjtat fuqi që dikur i blinte lirë. Dhe nëse tërhiqeni prapa dhe shikoni pamjen e përgjithshme, koha duket mbreslënëse. Gjatë vitit të kaluar, administrata Trump rriti presionin hap pas hapi. Së pari duke shtrënguar zbatimin e ligjit mbi rrjetat e naftës në hije, pastaj duke lëvizur kundër kanaleve të naftës venezueliane, pastaj duke përshkallëzuar presionin rreth Iranit. Njëra pas tjetrës, rrugët e furnizimit me çmime të ulta të Kinës janë vënë nën presion. Tani, ndërsa Kina po përballet me pasigurinë e rritjes të energjisë, presidenti Trump ka planifikuar të udhëtojë në Kinë midis 31 marsit dhe 2 prillit për të takuar me presidentin Xi, vizita e parë e një presidenti amerikan që nga viti 2017. Në të njëjtën kohë, Kina ka kritikuar hapur sulmet e fundit të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit në Teheran, duke shprehur zemërim për përshkallëzimin. Por nëse kjo vazhdon, mund të formsojë të ardhmen e marrëdhënieve tregtare Amerik-Kinë. Vitin e kaluar, ku Shtetet e Bashkuara vendosën tarifa për mallat kineze, Pekini u përgjigj duke sinjalizuar kontrollin e tij mbi mineralet kritike, veçanërisht elementet e rrallë të tokës. Kjo leve e rrallë e tokës i dha Kinës fuqi negociuese. Por nëse çmimet e naftës rriten dhe marzhet e rafinimit bien, sektori prodhues i Kinës, shtylla kurrizore e ekonomisë së saj, vihet nën presion. Fabrikat varen nga karburanti ose transporti i qëndrueshëm dhe i përballueshëm, petrokimikatet, plastika, transporti dhe prodhimi industrial, kimikatet, qeliku, qimentoja, makineritë e rënda janë shtylla kurrizore e modelit ekonomik të Kinës, duke konsumuar vëllime të mëdha nafte, naftë dhe rezerva të lëndëve të para me bazë nafte. Në shumicën e vlerësimeve, industritë përbëjnë afërsisht 40 deri në 50% të konsumit total të naftës në Kinë. Më pas vjen transporti,
konsumatori më i dukshëm i naftës. Makina, kamion, autobus, anije mallrash, avion. Pavarësisht tendencës agresive kineze drejt automjeteve elektrike, Kinës i duhet naftë për kamion, karburanti për avion, karburanti për anije, sektorve ende që ushqehen kryesisht me naftë. Por gjatë dekadës së fundit, një sektor që ka përparuar si një nxitës kryesor i importeve janë petrokimikatet. Kina është tani prodhuesi më i madh në botë i produkteve petrokimike. Në vetëm 10 vite, ajo ndërtoi 7 qendra masive petrokimike, duke tejkaluar Shtetet e Bashkuara si prodhuesi më i madh i etilenit dhe polietilenit. Blloqet ndërtuese të plastikës, gomës dhe fibrave sintetike përdoren në gjithçka, nga elektronika deri tek paketimi. Industria dominohet nga gjigant si SOPEC dhe sektori petrokimik i Kinës tani përbën afërsisht 17% të ardhurave globale të industrisë. Nëse kostot e energjisë rriten ndërsa tensionet tregtare përshkallëzohen, eksportuesit kinez mund të vuajnë. Dhe kjo do të thotë presione mbi punësimin në vend. Miliona vende pune janë të lidhura me prodhimin e orientuar nga eksporti. Pra, këtë herë, Pekini mund të ketë më pak hapësirë për të përshkallëzuar. Nëse Kina i bën presion Rusisë që t'i mbajë çmimet e naftës artificialisht të ulta, ose nënshkrua marrëveshje të reja afatgjatat e energjisë me çmime shumë të zbritura, Washingtoni mund ta kapë këtë si një shtrirje strategjike kundër politikës së sanksioneve të Shteteve të Bashkuara. Nëse Amerika përgjigjet duke vendosur tarifa edhe më të larta për mallat kineze, situata mund të bëhet më e keqe për eksportuesit kinez se sa vetë shoku i naftës. Kostot më të larta të prodhimit, plus tarifat më të larta, janë një goditje e dyfisht për ekonominë kineze. Ky kombinim do të dobësonte drejt për drejt avantazhin e çmimeve të Kinës në tregjet globale. Pikërisht, ky avantazh që ushqeu dominimin e saj në prodhim për dekada. Pra, tani çdo veprim që bën Pekini duhet të llogaritet mire. Nuk ka më të bëjë vetëm me sigurimin e naftës së lire. Bëhet fjalë për balancimin e stabilitetit të industrisë vendase, konkurrencës së eksportit, presioni gjeopolitik dhe negociatave të ardhshme tregtare, të gjitha në të njëjtën kohë. Kina nuk mund të bëjë qoftë edhe një hap të gabuar, pasi në këtë moment, siguria energjitike dhe diplomacia tregtare nuk janë më betejë të ndara. Ato janë pjesë e të njëjtit ekuacion strategjik. Zgjidhja që Kina ka gjetur është të ndihmojë Iranin ushtarakisht dhe kjo nuk është hera e parë që Kina e ka furnizuar Iranit me armë. E ka bërë këtë edhe në të kaluarën. Por nëse Kina dhe Irani mund t'i tejkalojnë armët amerikane dhe izraelite, kjo është diçka që do ta dëshmojë lufta dhe koha. Lufta e luftërave është kryesisht ekonomike, më pas një shumatore shkaqesh. Mast Channel. Please subscribe.